Se kush guxoi deri tash së fundit të ushtoje të përsërisë, pa pushim, deri në monotoni, proklamatën që thoshte se ky është kampionati më i bukur i 20 vjetëve të fundit. Ngatoronte garën e baraspeshuar për titulli me përmbajtjen tanësore që mbart një kampionat futboll. Por cila qenë ka kjo lloj vegle e sofistikuar që me një buton gazetarie mund të matë ka bukurinë e kampionateve, aq sa ajo mbarika të bëjë dhe renditjen sipas pikëve të bukurisë. Federata Shqiptare e Futbollit duhet të ruhet nga lidhatuesit e saj. Ajo hyri në histori si e vetmja në 83 vjet jetë, e cila për herë të parë, pra në historinë e Shqipërisë, e la kryeqytetin pa ndeshje të futbollit të kampionatit kombëtar. Vështroni se çka po ngjet. Sport Klub Tirana nuk luan në Tiranë. Partizani nuk luan në Tiranë. Dinamo dihet, ose më mirë me thënë, nuk dihet se ku luan. Teksa është e kalamendur në një kategori më poshtë, dhe nuk mjafton lënje e kryeqytetit pa ndeshje të kampionatit kombëtar. Teksa çohet Elbasani i stadiumit modern e merr rrugën për të liçeni i Pogradecit. E ndërkohë nuk mund të harrohen dënimet për ndeshje pas spektator. Ky pra na qenë ka kampionati më i bukur i 20 vjetëve të fundit. Bie fjala, qenë ka më i bukur se kampionati i vitit 1993, kur fitoi mbas një gare të paharrueshme titullin e tij të fundit Partizani, qenë ka më i bukur se dy titujt e fundit dramatik vllaznis në 1998 dhe në 2001, shkonin mandej me 3 titujt e Sport Klub Tiranës, 2003, 2004 e 2005 rresht, e shihni se si kanë qenë. Ndaluni të sfida e Elbasanit e vitit 2006, se sa befasuese ka qenë. Dhe për ta mbyllur, shihni paksa pa inate, 4 titujt e Skënderbeut, që u kthyen në Korç mbas gati 80 vjetëve. Nuk na e merr zoti mend e t'i quajmë një mrekulli këto kampionate që kanë pas plot të meta, por të jeni të sigurt se po të keni në dispozicion faqe të tëra gazetash, jemi në gjendje të vërtetojmë se të paktën kanë qenë më të bukur se ky kampionat, i cili befasisht ka dalë jashtë kryeqytetit. Dhe jo vetëm kaq, e kanë braktisur spektatorët deri aty, sa s'ka ku po shkon më. Nuk merret vesh nëse në Durrës, që është një nga qytetet më sportiv të Shqipërisë, shkon dikush për të parë futboll. Dhe e pat sot shkretirën e stadiumit Loro Boriçi në Shkodër, ka një rënje dhe Korça, teksa pranë indiferencës duket dhe spektatori i Vlorës. Rrezaton kuksi jetur, por në thelb kjo është një krizë. Është e vërtetë që po ripërtërihen njëkohësisht 2 fushat e stadiumeve në kryeqytet. Kjo ka ndodhur edhe 52 vjet më parë, në 1963, por skuadrat nuk dolën jashtë kryeqytetit, shkuan te fusha e qytetit të nxënësve. Zgjidhje të çuditshme gjeheshin asa kohë të vështirë, vërtet, por shumë të lehta sot. A nuk u pa qysh në qershorin e shkuar, se 2 fushat kishin marrë fund, çka do të thotë se vera ishte stina më e përshtatshme për t'i bërë ato? E tash le të urojmë që të qetësohen shpirtrat e trazuar të futbollit vërtet, ndërsa Federata Shqiptare e Futbollit mund t'i thotë vetes së saj, mjaft, deri këtu. I duhet lënë kampionati kombëtar themelimit të Ligës Shqiptare të Futbollit. Atë që ne, të paktën me shkrime, e kemi kërkuar qysh 20 vjet më parë. Qenë kemi 20 vjet mbrapa. Mirë, kemi ndjekur editorialin e Besnik Dizdari që merret pak a shumë me problematikën e stadiumeve të boshatisura dhe duhet thënë që kjo javë ka patur goxha të tillë, por unë dëshiroj t'ju kujtoj edhe programin për te futbollit të martën në orën 21:30. Këtë herë do të jetë në qendër të vëmendjes futbollisti i ekipit të Tiranës dhe ekipit kombëtar Elis Bakaj. Ndërkohë ju kujtoj edhe një herë që bëhuni pjesë e faqes tonë zyrtare në rrjetet social Facebook, mund të shkruani edhe pyetjet apo komentet tuaja në lidhje me të ftuarit, por bëhuni pjesë edhe e faqes tonë në Instagram. Atëherë, Prodani, për kë u luajt këtë javë futbolli? Kemi patur, stadiume të boshatisura, në Fier të boshatisur, në Pogradec të boshatisur, në Laç të boshatisur, në Shkodër ka qenë dyert e hapura, po tifozët nuk kanë shkuar për shkak të problematikave. Domethënë kemi patur 4 ndeshje që janë luajtur për shkallë boshatisura. Ka pasur javë ku kemi parë shkallë plot. Ka dhe javë ku kemi parë shkallë të boshatisura. Ka ndodhur, kjo situata ka qenë jo e zakonshme e kësaj jave, sepse kuptohet, janë 2 ekipet e kryeqytetit të cilat detyrohen përkohësisht luajnë jashtë fushave dhe është më e vështirë ndjekja. Ka një situatë emocionale tek Partizani, sepse besoj që po të ishte kushte normale edhe në Fier do kishin shkuar tifozët e Partizanit ashtu siç vajtën, siç e shoqëruar në Kukës ose në vende të tjera. Megjithatë nuk e shoh kaq dramatike dhe kaq dram këto editorialet duken sikur
janë editoriale të shkruara një 30-40 vjet përpara dhe janë transpletuar në këto kohë të sotme. Nuk futbolli zhvillohet në kushte të caktuara, dim kush është situata ekonomike e klubeve, dim kush është situata ose mundësit e investimit të federatës, mundësit e investimit nga ana e klubeve, dim sa është fondi që vën dispozicion shteti për këto. Kjo është një situatë, nuk mund të ketë, nuk kemi më në shtetin e centralizuar ku bëhet një kritikë dhe rregullojnë metodat e punës disa njerëz edhe pastaj gjërat vënë më mbar, diçka e tillë. Jemi natyrisht që ka hapësirë për të punuar më mirë. Të gjithë ne, nga gjithë institucionet, nga gjithë klubet, por mirë, kemi goxha protagonist në studio. Kurse për sa i përket dënimeve, se folëm pak të fushave, janë dy alternativa. Alternativa e dënimit, e penalizimit financiar të klubit, tifozët e cilit ose në stadiumet e cilit ndodhin ato ngjarje që kanë ndodhur, është edhe alternativa e dënimit me ndeshje pa spektator. Unë besoj që natyrisht që nuk është bukur të shohësh shkallët bosh, por edhe të penalizosh financiarisht klubet e futbollit sot, është diçka jo e lehtë. Sepse e dim se sa delikate janë financat e klubeve të futbollit sot. Okej, është vërtet kampionati Jagert më i bukur i këtij sezoni, viteve të fundit? I bukur jo për nga niveli, ndoshta do të thoja për të paktën nga pikët që kanë skuadrat, pasi kemi 4 skuadra që ndahen nga 3 pikë, pra Partizani i vendit të 4 me Kreun, me Skënderbeun, me Tiranën dhe Kuksin. Mendoj që domethënë është më kompetitiv. Më kompetitiv. Le të themi të paktën që duke patur një ngjeshje të 4 skuadrave, le të themi që tifozët mund ta shohim më me interes faktin për ndjekur skuadrën e tyre në fundjavë stadium. Por për niveli nuk është se është rritur. Ndoshta për ligj dhe situata në shkallën e stadiumeve për ligj pikërisht dhe nivelin e futbollit ton. Kjo është më së drejtë. Faj natyrshëm mund të kenë edhe klubet, pasi shumë nga klubet në Shqipëri nuk është se investojnë burime njerëzore. Kemi shumë klube në cilët mungon një person që të bëjë një PR të mirë, të kemi një marketing të mirë, investohet shumë në blerjen e lojtarëve, madje një pjesë e mirë në disa klube janë dhe le të themi dhe blerje skarco, lojtarë të cilët nuk japin ato fryte në bazë të pagesës që kanë marrë. Nëse klubet do të kishin pak më tepër filozofi për të investuar në burime njerëzore tek njerëzit e duhur, ndoshta në shkallën e stadiumit mund gjeni më tepër tifoz. Për shembull, mund marrim dhe rastin e Partizanit. Partizani në 2 ditët e fundit ka ndruar 3 herë stadiumin se ku do të luante, dhe vetëm 1 ditë përpara tifozët e morën vesh që do të luante në Fier. Dhe aty u duk larg atyre cilët donin ta ndiqnin. Paktën unë e shoh si ndoshta edhe si mungesë vizioni nga ana e klubeve për të afruar më tepër tifozë. Mirë, kemi protagonist në studio. Cungu e mendon se është kampionati më i bukur ky i këtij sezoni? Si thënë edhe para folësit, ndoshta për nga cilësia nuk mund të jem dakord, por nga rivaliteti po. Rivalitet. Besoj se është kampionati më rivalizues dhe më i egër. Ma egrë, gjithmonë e kam faktin, në anën sportive. Në aspektin sportiv, pra që të thotë rivaliteti. Nuk ka pas rivaliteti të vitet e fundit, dhe po shihit se minimalisht janë 4 ekipe për kërën ku në javë në rojnë vendin nga njëra tjetër. Sikur se ka qenë deri në këtë javë, nëse mund të thamë kështu edhe disa shpresa për Elbasan apo për Fierin që me sa shohun janë përfundimisht janë venit. Janë venitur. Muça? Fjala i bukur nuk është e gjetur, rivalizues po. Rivalizues. Sepse bukurinë ja prishin më shumë ndeshjet jo midis rivalëve, por me ekipet e tjera që janë ndeshje në nivel shumë dobët. Me skuadra që kanë dalë nga loja, ato nuk shkon njëri me i pafare, janë rezultate që dihet se do dalin, dhe ajo ja prish bukurinë në kampionatin. Fjala e bukur është shumë relative, dhe për kampionatin italian thuhet që nuk është i bukur. Jo. Ka plot njerëz që thonë se është i bukur kampionati. Janë ndeshjet, shikon, në Itali mund thuash, por rezultati nuk e gjen dot. Pyet Mondin, i gjen, nuk i gjen as kollaj ndeshjet. Po edhe sot Tirana, edhe sot Laçi Tirana 3-0 se gjen dot asnjëri. Po flas për ekipet që rivalizojnë. Po ekipet. Ne Laçi ku lumë Shkodrën, ku lumë Elbasan, ku lumë Fierin. Për të thënë kampionati i bukur duhet që skuadrat kenë në brendin e tyre lojtarë me kualitet dhe me cilësi. Pra, çdo ndeshje e paparashikueshme. Dhe atëherë ne nëse bëjmë
bëjmë një shikim të gjithë skuadrave të kampionatit, po e heqim gjitha, po marrim 4 më të mirat, unë nuk them që është kampionatit më i bukur. Sepse po të them në disa vjetë përpara, ka pas futbollist jashtëzakonisht mirë në gjirin e ekipeve, ka pas lojtarë që ishin nga 7, nga 8 për çdo skuadër që ishin të rëndësisë pra me kualitete. Pastaj për të thënë në kohën tjetër përpara, që ishin futbollistë që nuk diçin nga jashtë, por ishin brenda atje dhe kishte një konkurrencë të papame, domethënë se kishte ajo që unë po ju them vetëm një gjë. Më gjeni 5 lojtarë nivelit lartë sulmues në Shqipëri. Dhe pastaj shqiptarë, nuk ka se si. Nuk ka se si. Më gjeni 5. Po nuk ka se si të ekzistojë një situatë tjetër. Po t'jenë 5 lojtarë të nivelit lartë sulmues, do t'i kesh të gjithë në përvende tjera. Kjo është futboll. Po ke atje. Unë po them gjej këtu më. Po nuk mund të kesh. Po si s'mund të kesh? Gilman, vetë si protagonist, të duket kampionati më i bukur i viteve të fundit? Unë nuk mund të them se është kampionati më i bukur i viteve të fundit, por duke pa që ka shumë vite, dhe me thonë, paktën mas sa kam luajtur futboll, nuk më e mend, dhe me thonë, kur ka qenë ai vit që kanë qenë 4 skuadra pretendent për titull. Duke qenë se këtë vit, dhe me thonë, po bëhet kjo gjë, unë e vlerësoj për veten time. Nuk mund të them që është më i bukur, por unë e vlerësoj këtë vit. Gjithsesi vlerësohet rivaliteti, ëh. Kështu si ka shumë kampionatë, mendoj që edhe federata për ta bërë akoma më interesant, mund të mendoj që diçka ndryshoi vetëm skem. Vetëm skema ka ndruar 9 herë në 12 sezonet e fundit. Jo, do të ketë promovime. Promovimin tim do të ketë promovime. Po ju kthem prapë, kemi patur këtë skema si sistem me 4 faza. Promovime nëse ti ke 6 ekipe, monetare promovimet ja gjerë. Mund ta ndryshosh skemën, mund ta bësh 6 ekipet e tjera, 2 faza lymi me një tjetër. Modeli skocez apo edhe ajo skema ishte sigurt që në varësi nga ekipet konkrete që do të jenë në pozicionin A apo në pozicionin B, do të krijohen situata ku do kesh prapë kritika. Edhe do themi ata ekipet e fundit, nëse i bëni kampionat të veçantë, 2 faza, dhe ekipeve të parë i kampionat, bëhet i bukur prapë dhe pjesa e dytë, sepse luftojnë kush nuk del nga kategoria. Kurse kështu e kanë ndarë në ato. Shiko, formula ka pafund, po edhe formulat më të këqija rezultojnë shumë të bukura ku ka ekipet mira, ka rivalitet, ka lojtarë, domethënë ka financime dhe formulat më të mira ndrojnë në formula boshe. Kur nuk ky kampionat do ishte më i bukur nëse ato 6 ekipe do luanin tani 2 faza me kampionatin që ne po flasim do kishte metat e saj është diferenca e parës me të fundit dhe kështu që lënia. Unë do të kisha një ide tjetër për shembull. Nëse 3 apo 4 skuadrat e para hynë në Europë, pra që ka konkurrencë për të futur këtu, unë do të kisha përshtypjen që nga vendi 5 deri ke vendi 8, i 7, i 8, të kishte motiv me lek. Pra, ti vjesh, kush del në vend 5 ka 50.000 euro. Kush del, e kupton, janë këto duhet për të mos... Mirë, ka forma nga më të ndryshme. Po, për që mos len askush, sepse unë thot du të marrë 50.000 euro, ta për 100 euro. Mirë, të jetësim pak. Prodani, një nga arsyet, pak të për një nga ndeshjet që u luajtu me Stadion Bosha Titull ishte edhe Qemal Stafa, që nuk është bërë gati ende. Po, unë shpresoj që tapeti të ishte gati shumë më shpejt se sa pak kohë më parë, por me sa duket koha e ftohtë dhe ishin paralajmëruar për këtë nga specialistët, nuk është ashtu siç është komentuar, që është bërë me qëllim, nuk lejoj. Të ndalojmë pak, do ndjekim diçka, sepse ju jeni mik i rubrikës sportive dhe keni dhënë deklarata edhe këtu në studio, ti ndjekim edhe kthehemi. Inshallah është dhe imja. Nuk po flasim për rindërtim të Qemal Stafës, po të paktën një tapet mund ta kemi së shpejti? Por nuk ka shumë sens që të kemi një tapet kur pritet që stadiumi të prishet dhe të fillojë ndërtimi i stadiumit të ri. Pra do të qëndrojë në këtë gjendje derisa të rindërtohet edhe? Po, të paktën për momentin nuk ka shumë sens. Okej. Javën e parë, tapeti Qemal Stafës nuk bëhet gati. Për javën e dytë e premtoni dot? Duhet të shohim kushtet e motit. Në fakt, planifikimi ishte bërë që të ishte gati që javën e parë, por kushtet e motit në vendin nga do vi tapeti kanë penguar ardhin e tapetit, edhe sot që flasin tapeti s'ka ardhur akoma. Shpresoj që dhe kohat na mbaj dhe
është natyrisht e pamundur që të kapet ndeshja parë, por shpresoj të paktën për ndeshjet në vijim. Do i komentosh vetë? Mos flasu? Nuk shoh ndonjë... Po në fillim s'ka sens nëse do ndërtohet stadiumi për të bërë tapeti. Po, sepse siç e kemi sqaruar shumë herë, ne jemi në përpjekje intensive për të mbyllur paketën e financimit të stadiumit të ri. Dhe në qoftë se do të kishim pasur rrethana të ndryshme, pra do të ishte arritur ajo që ne synojmë të arrim shpejt bile, atëre mund të qëllonte që stadiumi tash të ishte duke u prishur. Kështu që nuk e them këtë me seriozitet dhe përgjegjësi. Natyrisht që rrethanat përcaktuan që stadiumi do të vazhdojë të përdoret edhe për pjesën e dytë të kampionatit. Mund të vazhdojë të përdoret edhe për pjesën e parë të sezonit tjetër, kështu që nuk ishte më sens që dhe u mori një vendim nga Federata e Futbollit që do të sakrifikonte mjetet financiare për të bërë tapetin. Deklarata e parë justifikua. Po. Deklarata e dytë? Shiko, në këndvështrimin tim edhe ndeshja e kësaj jave mund të luaj, pra Partizani mund të luante sot në por specialistët e kompanisë që shtroi të huaj, që shtroi tapetin, përcaktuan që ose informuan që do të ishte tapeti nuk është gati dhe mund sidomos koha me shi që pritej të ishte sot, mund shkaktonte dëmtime serioze, gjë që do ta bënin të pamundur dhe derbin, ose do ta bënin derbin. Shirat po vazhdojnë në fakt. Shiko, çdo ditë që kalon tapeti përmirësohet, pra gjendja e tij përmirësohet. Janë specialistët që i thonë këto punë nuk jam unë, por vendimin e merr Federata e Futbollit. Është ajo investitorja, ose është ajo që mori iniciativën që shtroi tapetin dhe ka specialistët, ka sektorin e garave. Përpos faktit që ke talent politik, e firmos që... Ja marrë me politik diku. Do të luhet derbi në Qemal Stafa? E firmos? Shiko, nuk jam unë ai që marrë vendimin, po unë besoj se po. Do me thënë, është parashikuar që të vijë një specialist përsëri nesër ose pas nesër, e të thotë fjalën e fundit, por pas nesër ka dhënë përshim. Duke bërë, jo, kjo javë ka shi, por duke parë gjendjen e tapetit, natyrisht, shiko, që të vinë kushtet optimale, që të ta vendosi federatat. Shiko, në kushtet optimale tapetit do vi pas një muaj. Por, me qenë se kjo ishte një zgjidhje emergjente, do trajtohet si situatë emergjente dhe mund fillojnë të luajnë që tani. Megjithatë, që të mos ma përsërisni prapë kur të vi. Unë priqa të më kishit qitë edhe mendimin tim atë ditë, sepse unë i thash në mars. Do me thënë si pasjush ende... Në mars. Do bëhet gati. Po mars më tamam. Jo jemi në shkurt. Po kur bëhet neshja? Në 27 mars. Në 27 shkurt. Jo, unë thash i mund të luaj dhe kësaj, po do rrezikonte shumë gjendjen e tapetit për derbi. Seriozisht, do rrezikonte shumë. Pastaj nuk është për smerë me bujqësin kë. Merret me politikat. E the. Cumo, edhe sa mund të vuaj Laçi ndeshjet pa tifoz? Duke qenë se është edhe mënyra tjetër për të paguar. Mana kanë metë edhe 3 ndeshje. Edhe 2, se një kaluar. Sa të pagosh 5 milion lekë? Kaluar vetëm një me Partizanin dhe një me Tiranë. Kemi edhe 3 ndeshje tjera. 5 ndeshje ka kanë dënimi. Sa mund t'i vuaj? Pas tretës mund paguar. Normalisht shkallë bosh... Keni ndërmend do me thënë ti të paguani dënimin, apo do të vuani dënimin? Besoj se kjo nuk është pyetje për mua. Me gjithë dënimi është 5 javë dhe në du të përgatitem për 5 javët. Që exagerum nuk është vendimi kundër Laçit. Ishte exageruar. Realisht më duket pak e tepërt, ka nëllë gjeste shumë më të rënda në futbolin shqiptar, jo ma lërë se ky kampionat. Duke uzurpuar dhe fushën tifoz, apo duke thuj krejtë si shkallët e stadiumit. Ja marrë po e njëjta mas, me gjithë nuk jam unë që mund të gjykoj Komisionit i Disiplinës. Thjesht kanë marrë një vendim dhe jena të detyruar që... Është apeluar? Nuk e di. Nuk është apeluar. Nuk është apeluar në vendim. Mund të apeloj, ka pas safat. 5 ditë, ka pas dhe pagesë nuk e 1 milion lekë të vjetërë. Nuk është paguar. Detyruar të respektojmë këtë vendim dhe... Unë besoj se ka gjë për të apeluar, aty në këndvështrimin tim, u hodhën objekte në fush,
ndoshta dëmtimi Ismailit ndoshta mund të aq është marrë vendimi. Mund të ketë çuar atë vendim me 5 ndeshje, ndoshta dëmtimi Ismailit. Pasi sendën fush idhen thuajse në të gjitha stadiumet. Ismaili luti në një tjetër. Mos hyjmë më te dëmtimi i Ismailit, shkojmë në një tjetër ndeshje. Në një stadium pa tifoz, Partizani ka fituar kundër Teutës me rezultatin 2-1. Ndjekim kronikën e Enos Karçës dhe kthehemi përsëri në studio.